Atëherë të faleminderit shumë që jeni këtu sot në përvjetor të dëshmorëve të komunës Prishtinës dhe rrethines. Ne me respekt dhe përulësi nderojmë dhe respektojmë të rënët për liri dhe ditë si këto, përvjetore si këto në Prishtinë dhe ku do qoftë në Kosovë, na përkujtojnë se çfarë sakrifice e madhe ka qenë për me arrit deri se aty ku jemi sot, domethënë deri në lirinë e Kosovës, lirinë e vendit dhe pavarësinë e vendit. Por ne obligohemi si institucione, po edhe si individ, edhe si shoqëri që të kujtojmë këto vlera, natyrisht të dokumentojmë këto vlera, të vërtetojmë këto vlera, mos t'i harrojmë këto vlera, sepse një gjë ka me të mungi, Serbia nga këtu është shpor, por drejtësia nuk është vu në vend ende dhe përmes dokumentimit të këtyre vlera ne duhet me bu padin ndaj Serbisë dhe ne duhet me kërku drejtësinë ndaj të rënëve për liri, lavdi dëshmorëve. Për mua përkujtim i ditës së dëshmorëve të Prishtinës është një ngjarje e veçantë për shkak që i kam takuar pikërisht njësive të ushtrisë çlimtare të Kosovës që kanë operuar në komunën e Prishtinës si pjesë e zonës operative të Llapit. Pjesën më të madhe të dëshmorëve që po i përkujtojmë sot i kam pasur bashkë luftar, kemi bashkë luftuar bashkë, kemi bashkë vepruar bashkë dhe me të vërtetë është nder i veçantë për secilin që vjen dhe respekton ata cilët ishin bazamenti i ushtrisë tonë, bazamenti i lirisë tonë dhe sot ne po ndërtojmë një ushtri, po fuqizojmë një ushtri e cila bazament gjithmonë do të ketë gjakun e derdhur të dëshmorëve, Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Duhet se më forcë për të apu vitalitetit tyre. Për gjithë. Është bazë e komandant Zahirit, bazë e UÇK-s ndrojet në kushte merrin. Po kam parasysh figurën e tij sepse nuk i kishte tret dheu atë burr. Se kishte dëmtuar natyra. Do të jemi mirënjohës prindërve tanë, brezave që sakrifikuan çdo gjë për Kosovë. Ato trasun, ato rrugë që ne bashkë e ndoqëm. I përjetëm kujtimi. Sinjali i pushkës ti na troqi vëmendjen dhe u ballafaqum me forcat pushtuese serbe në pjesën tonë, duke hyrë në kufirin shqiptar, duke llogaritur për të sfarosur Gollakun dhe Llapin në të gjithë territorin kudo që ishin, pa dallim moshe, gjinie. Kjo është merit e këtyre burrave, nënave shqiptare që lindën të tillë. Them që këto kanë vetëm ditëlindje, u kujtofshin gjithmonë në breza. I përjetshëm kujtimi. I përjetshëm. Amen. Dalipin e kemi pos shtyllën kryesore të batalionit, edhe kemi pos aty ku ka pos nevojë me qenë gjithmonë.
shpesh unë u befasojsha sa shpejt veke prej një pozicioni ku ishim ne në pozicionin kryesor. Edhe kemi pas një farë përveç shtyll në aspektin e operacioneve ushtarake, kemi pas edhe shtyll në aspektin e motivimit, se fjalët e tij janë të paharrueshme për çdo ushtar të çikës batalionit por, kështu që lavdije, respekt e kujtoshun gjithmonë. Është nder për secilin prej neve që e ka pas mundësinë me njoftë. Jo më veç me bashkëvepru, po edhe me njoftë si njeri, si figurë, si luftar i paepur, që edhe ka dëshmu me rënjën e tij që me të vërtet ashtu që ka nisë rrugën me nder, e ka përfundu me nder e me lavdi.